organizata politike më e fuqishme në Europë, Partia Popullore Europiane, që grupon 82 parti të qendrës së djathtë të kontinentit Europian, të cilat udhëheqin Komisionin dhe Parlamentin Europian, udhëheqin Gjermaninë, Austrinë dhe janë në kryeministra në 12 vende tjera dhe në qeveri në disa të tjera, miratoj rezolutën emergjente numër 4, vetëm një javë para zgjedhjeve në Shqipëri, kushtuar integritetit të procesit elektoral në Shqipëri. Kjo rezolut, e cila u miratue pa asnjë vot kundër, në unanimitet të plot, damkos në mënyrë përfundimtare Edi Ramën si armik i votës së lirë në kontinentin Europian, e rrjeshton atë krahas Lukashenkos dhe ndonjë diktatori tjetër. Rezoluta denoncon haptas Edi Ramën dhe regjimin e tij se 1. Po minon zgjedhjet nga manipulimi dhe keq përdorimi i pushtetit. 2. Po shtyp pluralizmin politik përmes presionit institucional dhe se po shtyp opozitën dhe liderët e saj, antarët parlamentit dhe qeveritarë vendor të opozitës. Denon kontrollin qeveritar mbi mediat dhe mbylljen nga Edi Rama të TikTokut. Denoncon mos respektimin e shtetit ligjor, kapjen e drejtësisë, çka ka sjell, thekson rezoluta, pandeshkueshmëri. Në rezolut, denohen gjithashtu me forcë të madhe dhe haptas, keqpërdorimi i vazhdueshëm i pushtetit shtetëror, shteti elektoral, do me thënë, përdorimi i burimeve shtetërore për zgjedhje, blerja me lek e votës, blerja e votës me kanabis, blerja e votës me punësime, blerja e votës me prokurime, blerja e të drejtës së votës, dhunimi i lirisë së votës dhe fshehësisë saj. Europa e tërë qëndron pas shqiptarëve dhe të drejtës tyre për të votuar si qytetarë të lirë. Denoncohet censurimi i opozitës. Jo vetëm kaq, po shtoj këtu edhe censurimi i Europës nga Edi Rama. Këtë rezolut shqiptarëve nuk ja u lexuan. Mediat kryesore të kontrolluara nga Edi Rama. Denoncon kërcënimin dhe ndjekjen penale të kandidatëve të opozitës. Mos ndëshkimin, ju lutem, mos ndëshkimin e krimit zgjedhor. Pra, Europa është Europa e qendrës djathtë, vetë kuptohet. Denoncon haptas mos ndëshkimin e krimit zgjedhor në Shqipëri.
dhunimin e kodit zgjedhor, por denoncon zëvendësimin e palishëm të Erion Velis për të përdorur burimet e bashkisë me qëllime elektorale. Mos zbatimin e vazhdueshëm nga Edi Rama të rekomandimeve të OSBE-Odiri, përdorimin e administratës në fushat zgjedhore, përdorimin e lidhjeve politike me krimin për të rrëmbyer votat e qytetarëve. Emërimet politike në organet e zbatimit ligjit dhe në drejtësi, që janë të zakonshme në Shqipëri. Partia Popullore Europiane në rezolutën e votuar, numër 4 të votuar me emergjencë dje, bën thirrje për veprim Bashkimit Evropian, OSBE-s, Këshillit të Europës dhe institucioneve tjera ndërkombëtare demokratike që të kërkojnë nga autoritetet shqiptare të ndalojnë çdo lloj keqpërdorimi të pushtetit shtetëror, blerjen e votës, intimidimin e votuesve dhe manipulimin zgjedhor. Kërkon zyra e prokurorisë duhet të hetojë në mënyrë të plotë dhe në kohë para zgjedhjeve të gjitha akuzat që lidhen me krime zgjedhore dhe të sjell autorët para drejtësisë. Pra, ju kuptoni vetë Edi Ramën, Ulzi Fajmanjen e tjerë në radhë. Të sigurojnë qasjet barabartë në media për të gjithë aktorët politik dhe të ruajnë mbikëqyrjen e pavarur zgjedhore. Partia Popullore Europiane gjithashtu bën thirrje institucioneve europiane, OSBE, Odirit dhe Këshillit të Europës të dërgojnë vëzhgues të tjerë afatgjatë në bashkit në rrezik të lartë. Të dokumentojnë dhe denoncojnë publikisht abuzimet zgjedhore në raportet përfundimtare. Të aplikojnë mekanizmat e kushtëzimit brenda procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian, pra kredencialet e Edi Ramës u dogjen përfundimisht nëse thot shkeljet vazhdojnë. Rezoluta përfundon, Partia Popullore Europiane do monitoroj nga afër me kujdes zhvillimet në Shqipëri. Të dashur qytetarë dhe qytetare, kjo rezolut e votuar dje nga CDU, Partia e Kancelarit Merz dhe 82 parti të tjera antarët Partisë Popullore Europiane vjen si diamanti në kuror të 3 rezolutave të tjera dhe Shqipëria bëhet vend i vetëm që në harkun kohor 6 mujor komuniteti ndërkombëtar lëshon 4 rezoluta për ndëshkimin e Edi Ramës. Pra, si që shifni, Edi Rama është delja e zezë e Europës, raport me zgjedhjet dhe drogën. De facto, Edi Rama është sot delja e zezë e Europës.
ai, si që është i quajti këto broshkulla, por këto janë të vërteta, të cilat në mënyrë absolute nuk do i ka përdi asnjë shqiptar dhe asnjë europian. Pra, ky është Edi Rama 8 ditë para zgjedhjeve. I nxirr siç është mirënjohje të pakufishme miqve dhe aleat vetar. Unë 2 ditë Valencia kisha rikthimin tim më të fuqishëm politik, një nga rikthimet më të fuqishme politike në historinë e Europës pas luftës. Fjala që mbajta dhe takimet e një pasnjëshme me dhjetrar dhe qindrat pranishëm ishin dëshmi se si ishte mirëpritur rikthimi i Sali Berishës. Çfarë falëndërimesh mora unë nga miqtë dhe partnerët për vendimin që mora dhe punën që bëra për rikthimin. Kjo është e vërteta. Gjatë atyre 2 ditëve, pata rastet të takon dhe të përshëndeten me shumë drejtues udhëheqës të forcave politike të pranishëm, ndër të cilët të përshëndeten dhe me kancelarin Merz dhe kryeministra, komisioner, drejtues partish politike. Kthehem pra me energji të shumë fishuara në këto ditë fushate në të cilat shqiptarët po shkojnë drejt një fitorie të themi plebishitar është pak. Mbasi ka shtyre të gjitha pa përjashtim, pollet online nxjerrin për tokë partinë e Edi Ramës. Ato që si kontrollon dot dhe si paguan dot ai për të modifikuar. Por i lan pollet. Shikoni, 2 fushata të pakrahasueshme, njëra me njerëz të lirë, qytetar të lirë, që vinë me kënaqësi të madhe për ndjek programin, tjetra me zyrtar të detyruar, të marrë me detyrim, kokulur, që përpiqen të fshehin dhe fytyrën, se nuk e donë vetën kur t'jenë ato takime. Pra, plus disa shenja tjera shturje dhe shpartallimi që kanë edhe komisionerët po refuzojnë të marrin detyrat e i përgëzojnë. Nuk mund të rria pa dalë para jush në mënyrë të jashtëzakonshme, se të nuk është koha e konferencave, kjo zakonisht i bëjnë në drek, po me ndovas me qenë se pash që nuk kjo mbështetje e pa precedent që shqiptarët kanë marrë për votë e lirë, duhet të shkojnë në çdo votër shqiptare, në çdo zemër. Pyetje mundësisht të përqendrohemi tek rezoluta dhe aspektet e saj të cilat janë unike në 32 vite s'keni pa ndonjëherë një rezolutë të tillë. Kur? Osman. Në fakt keni pasur mjaft denoncime si nga kandidatët tuaj, por edhe nga ju se keni organizuar duke punuar për kandidatë të caktuar të Partisë Socialiste në këto zgjedhje, apo edhe përfshirje të
institucioneve shtetërore, administratës, drejtorëve të caktuar në zgjedhjet aktuale. Ndërkohë që vjen edhe kjo rezolutë e Partive Popullore Europiane, të cilët Partia Demokratike ka propozuar dhe PPE e ka miratuar në Valencia të Spanjës. Zoti Berisha, është kjo një alibi që Partia Demokratike mund ta përdorë pas zgjedhjeve të 11 majit, nëse nuk fiton, sikundër ka ndodhur edhe në të kaluarën, pyetja e parë edhe një pyetje. Osman, ju jeni dishmitar se Sali Berisha është pyetur në dhjetra herë nga gazetarë dhe nga qytetarë si do mbroni votën ju. Është kështu dhe unë e kam quajtur të drejtë pyetjen. Dhe kam bërë çdo përpjekje që të mbroj votën dhe vazhdoj të bëj çdo përpjekje për të mbrojtur votën. Pra, e tëra kjo që bëj dhe që është arritur dhe që ti që kam të një gjatë, që ditë shpo dhe që është një farë mënyre një mrekulli e kohës është bërë me qëllimin absolut për t'i dalë zot votës së shqiptarëve. Kjo është arritur me një betejë shumë të fuqishme në të cilën Edi Rama ka bërë gjithçka që kur të mos ndodhi. Lexoj unë këtu mesazhin e tij që ka shpërnda tek europarlamentarët para 4 muajsh për rezolutën që miratoi EPP në Maltë, ju do të çuditi. Se si ky sillej në mesazh si kujdestari i opozitës. E kuptoni padrinon, mirë po aty ai e demaskoi aq keq vetën sa ai mesazh u bë famoz në Parlamentin Evropian. U bë famoz. Dhe përveç 4 rezolutave që është për mua një arritje jashtëzakonshme, të cilat legjitimojnë kauzat e drejta që ne mbrojmë. Ai që i quhen Broshkulla, se voton Partia Popullore Broshkulla, ai është pak me, nuk po e prish gojnë me epitete me te. Pa e para 2 javësh, përveç këtyre, ka pas një hearing në Parlamentin Evropian, që janë procedura shumë të ralla. Ka ndodhur një hearing për Shqipërinë në vitin 2002, ku unë kam qenë aty, dhe ai ishte hearingu i dytë në historinë e Parlamentit Evropian pas një hearingu që kishin bërë në vitin 1991 për Ahmet Masudin, komandantin legjendar të Mujahidinëve të Afganistanit. Megjithatë, para 2 javësh u bë hearing për Shqipërinë. U goshdue Edi Rama. Para 2 javësh u bë hearing në grupin parlamentar të Partisë Popullore Europiane në Këshillin e Europës, Asamblen Parlamentare. Dhe në grupin e konservatorëve Europian në Asamblen Parlamentare. Pra,
Nuk ka një personazh të dytë të nxirr. Sot në politikën europiane mund të them se nuk them se është Putini, sigurisht Putini është një diktator dhe është një njeri gjaksor dhe nuk bëj një krahasim pa krahasueshëm. Por me Lukun, Lukashenko janë shumë të ngjashëm. Ndaj dhe merre vetëm kështu, ja u them. Është mbrojtja që ne i bëjmë votës shqiptare dhe them se kemi bërë detyrën tonë. Po, denoncoj dhe do të denoncoj dhe ta din mirë të gjithë terroristët në Elbasan, në Durrës, në Shkodër, Bajrët, thoja Poja apo Troplin si quhet ky jo Xhevdeti, është nipi i tij, i cili mendon se do mund t'ja dalë dhe Suel Çela me bandën e tij në Elbasan, ka dhe tjerë, janë dhe këta të Ervin Hoxhës në Vorë, absolutisht me 12 maj shpallen organizata terroriste dhe do punoj fort me komunitet ndërkombëtar që t'i shpallin dhe ata organizata terroriste. Sepse terrorizoj një popull se lanë të votojnë të lirë, për të mbrojt vetë e tyre, për të shtruar krimin e tyre në votë dhe votën në krim. Kështu që po e bëjnë çdo ditë dhe Edi Rama do shkoj me ta, të gjithë ta që i përdorin. E dini ju, sot për shembull është një ditë e veçantë, janë të aktivizuar disa prej tyre. Ju ka shpërndat para, këni që kanë para vetë dhe s'ka nevojë të shpërndat, po shpërndajnë para dhe nuk rrinë atë. 4 ditë para, ja theu kockat, shoferit të unë në balë, se mërë të veshim, besoj. Sueli, sepse nuk më shtesë, është një famosë, se që është një, nuk e di as vetë, një Sara Mile, e cila, si pas Ramës, duhet jetë pa tjetër në parlament. Një gështyrbe me fustan. Ka që është. Plus të tjerë në radhë. Por ta din se këmban Europës dhe të botës bjenë për ta. Nuk do gjenë vrim ku të futen. Pas 12 majtë. Zoti Berisha, dhe pyetja e dytë është publikuar në mediat shqiptare një kontratë lobimi ku punohet për heqjen e non-gratës tuaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një kontratë me vlerë 6 milion euro. Zoti Berisha, kush i paguan këto para, ku janë gjendur këto para dhe cili është mendimi juaj edhe për verifikimet që ka nisur SPAK në lidhje me këtë lobi? Spari. Kjo kontratë nuk ka asnjë lidhje me zgjedhjen. Jo. Kjo kontratë ka një qëllim tjetër. Marrëdhëniet e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, paraqitjen e realitetit shqiptar me të gjithë problematikat e mëdha të tij para administratës Shteteve të Bashkuara. Nuk do ndodhe, nuk mund ndodhë më që pa u mbyll kutia e fundit Edi Rama uroj për fitore. Jo pa numëru, pa u mbyll kutia. Së dyti, ne besojmë se bashkëpunimi i Edi Ramës me bandat dhe krimin është rrezik jo vetëm për Shqipërinë, rajonin e Europës, por dhe për Shtetet e Bashkuara. Së treti, ne besojmë se çështja me Gonigal është me një varr i hapur dhe duhet mbyllet. Së katërti, pa diskutim që përparësi për ne janë marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara në gjitha aspektet. Dhe ne nuk mund të mohojmë se u hudh shumë bardh mbi partinë më proatlantiste, mbi partinë demokratike dhe përpjekët e saj. Ndaj dhe ne kemi është marrë një avokat
ndër më të shquarit të asaj toke, i cili ka për detyrë pikërisht avokatinë e kauzave të drejta të Partisë Demokratike pranë administratës presidentit Trump. Dakor kjo? 2. Nuk ka të bëjë me zgjedhjet. Kjo fare. Ka një nem 21 i ligjit partive politike. Nem që autorizon partitë politike të marrin ndihmë, mbështetje financiare ose ndihmë nga forca tjera politike, organizata ndërkombëtare partijake politike dhe fondacione. Pra, kontrata është 100% e bazuar në ligj. 3. Pra, sigurisht se populli opozitar nuk është një popull jetim. Edi Rama do të marrë të gjithë përgjigjet që meriton për ato që i ka bërë Shqipërisë. Në luftën e tij për një Shqipëri pa opozitë. Lidhur me milionat që numëroni, mos harroni kontrata ka një artikull, një nem, sipas të cilit palët në çdo rrethant që ta konsiderojnë të dobishme për veten e tyre ndërpresin kontratën. Prandaj, as mund të flasësh për 6 milion, as mund të flasësh për 100.000 apo 200.000. Kontrata është varet sipas kërkesave të palëve, dakordësisë palëve, objektivave të palëve. Por një gjë është e sigurt që populli opozitar nuk ka më kauzë jetime, në atë vend të madh, ajo kauzë ka një avokat të madh. Ja ku e keni aty? Ja ku e keni? Jo 200.000 euro apo 5 milion euro për të ngledisur sytë e Edi Ramës. Ble instalacione. Nuk po nisëm këtu për kontrata për 10 e 15 milion euro të ti, se është tjetër punë, po flasë vetëm instalacionin, kurse kjo kontratë me avokatin numër 1 është ka synim mbrojtjen e kauzave të popullit opozitar nga një narkodiktator. Është narkodiktator Edi Rama. Ju e pat, edhe rezoluta. Është klapos, që themun ju, ishin në takim, ju s'mund t'imagjinoni reagimin e shtetarve kur ne shpjegonim 130 milion euro në zhdukura dhe incineratori nuk ekzistonte. Na duhet i ktheheshim të paktën minimumi 3 herë. 3 herë. Që u shpjegonim se si dhe pse. Sepse firma ishte e Edi Ramës. Kur ja u shpjegonim vrapin e tij me gërshërë të thyera, e pinca me një krah, e tjerë e tjerë. Pra, kohrat i ka të numëruara. 11 maj fton çdo shqiptar t'i përgjigjet thirrjes tij të brendshme, t'i përgjigjet idealeve të tij, por dhe thirrjes të miqve europian që thonë aty e pan, të kushtohet, pra ja dogjen pasaportin e Edi Ramës. Ajo që del në për studio, ajo mori një vit kuqe, iku, mori fund.
u blacklistuar. Nuk ka pasaportë Edi Rama. Zoti Berisha ndonë kjo nga Tutsi News. Për përmbledh dy pyetje, një po për kontratën e lobit. Unë thash se po thua po për Ju kemi pritur atë rezolutën, po dakord jam. Kemi pritur nga dita e shtunë për të sqaruar kontratën, ndaj dhe kemi pyetje. Po i përmbledh të dy janë një. Ka dy qëndrime nga Partia Demokratike për kontratën e lobimit. Selia Bluthi u mirë nxitoi të theksoi se kontrata është një dhuratë nga një fondacion shqiptaro-amerikan. Ndërsa vetë ju theksuat se Partia Demokratike e ka marrë vetë avokatin. Kush është deklarata? Kush? Ju Kush thot? në Kuçov deklaruat se Partia Demokratike ka marrë vetë Ka avokatin. pranuar shërbimin, dakord, interpreto si dush, po ai gjersa ka një shërbim të ofruar, Partia Demokratike i lexot asaj. S'ka diskutim. Sepse ajo është një fondacion adhetarësh, patriotës, që e duan shumë të vetë, antikomunistësh, të cilët shohin tek Edi Rama një shkatrimtar të vërtet të kombit dhe kanë kriju një fondacion për të ndihmuar Partinë Demokratike. Po ata atë kontratë nuk kanë shkruajtur, nuk e kanë firmos për vetën e tyre. Domethënë për të ndihmuar ata vetën. Për të ndihmuar ata aq sa çdo shqiptar është fjala. Këtu s'ka asnjë lloj kontradikte. Kjo është e vërteta. A është kjo kontratë për të hequr në gratën tuaj, dhe a përfshin edhe shërbimet e konsulentit tuaj, Kris Laçivita, e kjo pagesë? Faleminderit. Tani, je keq që e shtron kështu, unë ja u kam thënë dhe ja u them ju me saktësinë më të madhe. Kris Laçivita është i kontraktuar për zgjedhjet, konsulent për zgjedhjet dhe për asgjë tjetër, se janë në ligje janë të ndryshme. Ai Continental është i kontraktuar avokati të kauzave të drejta të Partisë Demokratike, kurse Kris Laçivita është kontraktuar këshilltar elektoral i Partisë Demokratike. Nuk lejohet që të bëjnë aktivitete që nuk parashikohen në kontratë dhe janë kjo kontratë, kjo është e afishuar në entin federativ amerikane, kanë të gjitha aty, s'ka asgjë sekret aty. Asnjë gjë, lexojeni dhe shikoni çfarë thotë. Është shumë transparente, nuk është historia e McGonigalit këtu, që i jepën parat në garazh. E kuptove ti, në garazh. Nuk është historia e Bilalit, që martohet me Bilalin se duhet ishte çift. Duhet ishte çift. Baj groja Bilalit, ky që të futej në darkë me Obamën, masi aty pëlqej që çiftet duhet ishin burra. Nuk është histori të tilla, nuk ke gjëra të tilla. Këtu ke gjëra të deklaruara në transparente, janë patriotë shqiptarë që kanë krijuar një fondacion dhe që duan që vendi Partia Demokratike të ketë marrëdhënie të shkëlqyera me Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria të ketë marrëdhënie shumë të mira. Tu besoj se është një gjë shumë e transparente. Natyrisht në kuptoj se u ka djeg shumë disave. U ka djeg. Lexojeni pak të, çfarë thot? Çfarë thot rezoluta? Rezoluta thot se e përdor institucionet, e përdor drejtësia kundër opozicës. Akoma më keq kundër pluralizmit, për shtyp pluralizmin. Realizojeni pak. Është bazë diktaturë. Aty ku shënohet shtypet pluralizmi. Dhe çfarë thot tjetër? Krimi elektoral i pandëshkuar, nuk ka ndëshkuar shpuri kush. Kush duhet ta ndëshkojë? Ka një institucion që quhet SPAK.
ajo referohet pikërisht SPAK-ut, i cili sipas Edi Ramës është garant kryesor. A e di ti sa kohë po e majnë dostin me Gonigalit ata? Është e tëra, është kryerputi kontrolluar nga po të mos mbanin dosjen, Edi Rama do ishte një shkullin rikër. Nuk do ishte këtu. Do ishte një shkullin rikër. E di që është një shkullin rikër? Ka një burg të famshëm, me një histori nga më dramatiket. Atje ka vëndi. Në ati ishku, se aty është dhe me Gonigali tani po vuan denimin. Zoti Berisha, ne si bëra me Mësene. Ajo që nuk sqaroni ju dhe nuk sqarohet kontratës, a lobohet dhe përheqjen e programit tuaj në shërbam me këtë kontratë lobimi? Kontrata është publikuar plotësisht. Është publikuar. Kontrata është për qëllimet, për kauzat e drejta të Partisë Demokratike. Pra, në tërësi për marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe shteteve Partisë Demokratike, Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mbasi, në fakt kjo kontratë nuk është vetëm për Partinë Demokratike, për çdo shqiptar. Se siguroj që me Gonigali Ramën e merr me veti. Nuk ka. Do e marrë, është i njohur. Rama kudo që shkon, është kryeministri që ka dharë një shfet 250.000 euro për të korruptuar opozitën. Pra nuk ka është e ka fajin kurriz Rama. Rama është njëri që u thon me thesin e fajit të kurriz. Dhe pyetja e dytë. Kur ju e mbroni këtë kontratë thoni se është në të mirë të gjithë shqiptarëve. Përse kur ju tashmë deklaroni se kjo kontratë është në të mirë të gjithë shqiptarëve dhe jo vetëm demokratëve. Përse keni dhënë një urdhër të gjithë demokratëve që të mos ketë asnjë debat publik? Përse jeni fiksuar debatin për këtë kontratë? Kontrata? Nuk ka asnjë urdhër për të mos u thanë shqiptarëve të vërtetën e kontratës. E vërteta e kontratës që i ka djeg kaq shumë Edi Ramës, ju ka djeg kaq shumë altoparlantëve të tij të paguar nga mjezi drejt darkë, nga Edi Rama dhe mediat, ju ka djeg kaq shumë zyrtarëve të krimit, ju ka djeg kaq shumë, unë përkundrazi, do doja që këto të përsëriteshin, por përpjekja për të zënë hapësirën mediatike të programit për qytetar shqiptar, kjo nuk më pëlqen. Ju e keni pa vetë, unë kam 4 muaj që dalë para jush vetëm me program. Për program, sepse ajo është detyra. Kurse Edi Rama nuk ka program, del me përpjekjen pikrisht për të mbytur hapësirën mediatike me gjëra, me banalitete dhe me gjëra që s'kan asnjë lloj lidhje me qytetarin. Zoti Berisha, Artit Hoxha nga Euronews, për ta vijuar pak pyetjen e fundit të kolegut. Nëse do të marrim të mirëqen 100% të vërtet atë që ju thoni për kontratën. Jo, s'mund t'i marrim ndryshe, se ashtu janë. Patjetër, nuk e vëmë në diskutim. Po. Pse nga Partia Demokratike nuk pati një publikim të kësaj kontrate në momentin e firmosjes? Pra, kontrata është firmosur në datën 4 prill dhe u prit që të bëhej publikimi tek Fara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më pas të merrej nga mediat shqiptare që ky diskutim ne të ishim sot sepse nuk ishte një kontratë e Partisë Demokratike. Vetëm ta përfundoj. Po. Ju vetë deklaruat që është një lloj kontrate që Partia Demokratike përmes fondacionit amerikan lidh me një avokat të zotit Trump.
për të bërë krahasimin e këtij raporti që juve lidhni këtë herë me avokatin e zotit Trump dhe që keni lidhur më herët me zotin Gasipita, një tjetër bashkëpunëtor i zotit Trump, pra në rastin e zotit Gasipita ju dolët një konferencë për mediat dhe publikuat, ndërsa në këtë rast u mbaj disi fshet. Pse kjo zgjedhje? Bravo, shumë e drejtë pyetja, sepse nuk ishte Partia Demokratike, ishte fondacioni. Ka firmosur zoti Noka. Çfarë ka firmosur? Pranon shërbimin ka firmosur zoti Noka. Pranon shërbimin, po jo palë kontraktuese. Në rastin me zotin Krista Sivita, ne jemi palë kontraktuese si PD. Në rastin tjetër, palë kontraktuese është fondacioni i patriotëve dhe demokratëve shqiptarë. Ne nuk mund t'i zëvendësojmë ata. Ja, nuk mund t'i zëvendësojmë ata, kjo është shumë e thjeshtë, më thonë. Ne nuk mohojmë që ne kemi pranuar dhe kemi firmosur, pranojmë shërbimin, por nuk jemi ne palë kontraktuese. Besoj se është e qartë. Kam edhe një kënd të dytë të për të njëjtës çështje. Urdhë, patjetër. Ka një kritik të ndryshëm në media gjatë ditëve të fundit pas publikimit të kësaj kontrate, kanë nxjerrë një lloj kërcitje të fushatës së Partisë Demokratike, që nga njëra anë tenton që t'i afrohet shtresës së varfër, duke bërë pjesë të saj, pjesë shumë të rëndësishme në fakt paketën e dëmshurisë, dhe nga ana tjetër, po Partia Demokratike ka kapacitete financiare për të lopur me shumëra që shkojnë deri në $6 milion. Këtu s'është e vërtet, Partia Demokratike nuk ka dhënë asnjë qindar. Është një fondacion që jep para. Apo jo? Por një gjë, edhe sikur Partia Demokratike të kishte dhënë nga arka e vet, për kauzën që është kjo kontratë, ja vlen 100 herë. Sepse, marrëm te, qa ndodh? Edi Rama zhduk djegësin e Tiranës, një vjell 130 milion euro. Dhe vazhdo një lloj të thuat se është udhëheqës i shqur. Kush e pagohu? Kujtja ke denoj me vjedhje 130 milion euro? Mos denoj Pasanikt, asnjërin prej tyre. Të varfrit i denoj. 130 milion euro janë 812.000 pensione. Ndaj dhe thash, ato mund t'i paguan të qëndark për qëndark Partia Demokratike, për të mbrojtur pikrisht. Thash, jo çdo demokrat, por çdo shqiptar, sepse janë bërë, ky është një narkodiktator. Ky, me ato që i ka bërë shqiptarve, ka përzën 1 milion shqiptar. Mendon ti se mund ta them që çdo lloj shpenzimi për të bërë transparencën, për të bërë anatomin e një narkodiktatori, është e vlefshme për çdo qytetar shqiptar. Kjo është e vërteta. Zotëri, a e dëgjove rezolutën? Të garantoj se ndryshe nga çmashtron ai, por rezolutat kanë një proces që ta dini ju, s'është sekret, jashtëzakonisht serioz. Në qoftë se ka një gjë që vështrohet me lup, para se të votohet është rezoluta. Jo para se të votohet në seancë plenare, po edhe para se të votohet në komitetin e rezolutave. Ka një komitet për rezolutat. Rezolutat janë gjëja më serioze e organizatave ndërkombëtare. Para se të vinë në seancë,
ato kalojnë komitetin rezolutave. Para se të shkojnë komitetin rezolutave, ata kalojnë në sektor pas sektori për të provuar. Për të provuar. Nuk voton kush gjëra të cilat nuk qëndrojnë. Nuk voton kush. Ndaj dhe përpjekja e Edi Ramës për t'i zvogluar këto është përpjekje e fundit e tij para se të thyej qafën me datën 11 maj me votën e shqiptarëve. Që se mund të ndrisja e fundit në raport me kontratën e lobimit. Për hir të transparencës, zoti Berisha, duke qenë se publikimi i këtij lajmi realisht është bërë, siç ju e thatë, çështje diskutimi në mediat shqiptare. A do ishit ju i gatshëm për të publikuar emrat e atyre personave të cilët kanë kontribuar te ky fondacion, që ju tha deri tani Partia Demokratike nuk ka paguar gjë, pra dhe në emër të Partisë Demokratike ky fondacion, por mund të paguajnë sa kohë kontrata është e firmosur dhe ka vlerën $6 milion. Dhe ju e thoni që nuk ka lidhje me zgjedhjet. Ndërkohë që kjo kontratë lobimit, paktën ajo që është publikuar, është firmosur në emër të koalicionit PD-ASHM. Pra që lidhet me... Sepse kauzat e opozitës së vërtet janë të njëjta. PD dhe ASHM kanë të njëjtat kauza. Kjo është e tëra, Osman. Do me thënë, ky koalicion është dakord se Shqipëria është i narkoshtet, se Edi Rama është i narkodiktator, se Edi Rama ka dhënë në kontroll të plot drejtësinë. A i pet i shë reaguan ata, apo jo? A i pet. Sigurisht. Do ketë transparencë dhe gjëra. Ja çfarë thot? Le ta lamte. Çfarë thot Partia Popullore Europiane? Thot për impunitetin. Sepse dosjet 134, 339 janë gur, janë tabel turpin qafën e tyre që i mbajnë. Shkruhet turp për ata që i mbajnë. Kështu që gjërat po konfluojnë njëra me tjetër në të dy anë të Atlantikut. Po ka një sintoni. Tani, Partia Demokratike nuk është këtu edhe njerë. Çdo njeri që njeh ligjin amerikan dhe e din që kontrata publikohet në fara, atë në çdo njeri, e shkarkon. Nuk ka gjë për të fshehur këtu fare. Po kontrata është midis avokatit të famshëm dhe fondacionit Make Albania Great Again. Marsi Koreshi nga Syri Televizion. Thatë pak më herët disa herë çështjen se si po zvariten hekimet për dosjen me Gonigal, ndërkohë që një ditë më parë thatë në takimin tuaj se keni ngritur këtë çështje edhe në takimet që keni pasur me liderët europian gjatë kongresit të Partive Popullore Europiane. A ishin ata të informuar lidhur me këtë çështje dhe cili ka qenë qëndrimi i tyre? Faleminderit. Tani, me sa kuptova unë nga bisedat, për me Gonigalin e dinin të gjithë. Thëmë vërtetën. E dinin. Për djegësin e Tiranës, duhet ta shpjegojë 3 herë. Atet me Gonigalin, se me qenë se ajo ishte edhe lajme ndërkombëtare disa herë, atë nuk kishte njëri që pyeste për ta sqaruar më tutje, e dinin. Dhe do më thonë çka do thotë që Edi Rama u thonë me thesin e $225.000 që i ka dhanë me Gonigalit.
nuk pash ndonjë që nuk e dinte, nuk gjeta ndonjë që nuk e dinte, edhe mund mos e di, s'mund të them. Kurse aty që ishte, domethënë, shumë e veçantë, ishte Djegsi. Po Djegsi, pas ja u shpjegon, po Djegsi nuk ekziston. Si? Nuk ekziston. Kjo ishte... I dukesh e pabesueshme ta. U dukej gjëja më e pabesueshme. U dukej gjëja më e pabesueshme. Pastaj dhe që kur ipim ne aspektet tjera, domethënë, ishte me të vërtet gjë shumë e... Zoti Berisha dhe një pyetje të fundit, një sqarim sa i takon neni 21 të partive politike. Po. Me këtë kontratë, Partia Demokratike a pranon ndihmë financiare apo është ndihmë në forma të tjera? Pasi në bazë neni 21 thuhet ndalë ndihma financiare dhe materiale nga qeveri apo ente publike ose private të huaja, si dhe nga ente vendase publike ose me pjesëmarrje të kapitalit shtetëror. Dhe kjo Pika 2. Pika 2 thot, lejohen dhuratat dhe ndihmat që vijnë nga parti ose bashkime ndërkombëtare partish, nga organizata e fondacione. Ndihma dhe dhurata, jo ndihma financiare. Ndihma është përfshirëse. S'ka transakcion. Përfshirëse. Fondacione. Nuk janë ndihmë financiare? Urdhë? 6 milion dollarë nuk quhen ndihmë financiare për Partinë Demokratike për t'i dhënë konsulent në SBA? Po, nuk vijnë nga sektor publik. Vijnë nga fondacione. Fondacione lejohet. Lejohet dhuratat dhe Nuk është transakcion. Nuk përcakton. Është shumë e saktë. Faleminderit shumë. Ju bafshim.